A mund të pastrohet trupi nga mikroplastika, ku detokset që promovohen janë thjesht janë zgjidhje deri diku apo janë thjesht marketing? Ka mënyra treguse? Atëherë unë personalisht do thoja që nuk është se ka një detoks, të cilin ti mund ta marrësh tapish dhe u pastrove nga mikroplastika. Pra kjo nuk ekziston. Dhe jo vetëm, edhe metalet po, përfshim këtu edhe. Tani kjo nuk ekziston. Por ajo që do thoja unë është që nëse ne kujdesemi për mënyrën si ushqehemi, ka disa rrugë me të cilat ne ndihmojmë organizmin ton që të pastrohet. Tani përpara se ta themi cilat janë këto, vetëm shumë pak që si organizmi ynë ka këto mekanizma brenda që të vetë pastrohet. Për shembull ne në mëlçin ton, që është një lloj laboratori, edhe veshkat, pra në mëlçi kemi një sistem detoksifikimi. Pra që na largon toksinat në mënyrë natyrale. Se vetë organizmi gjatë punës së tij prodhon lëndë që janë të panevojshme dhe duhen nxjerrë nga organizmi. Kështu që ky sistemi na funksionon në kushte normale brenda nesh. Tani këtë ne mund ta ndihmojmë ose mund ta dëmtojmë në mënyrën se si ushqehemi. Po jap dy shembuj fare të thjeshtë nga mënyra të ushqyerit që si ti mund ta favorizosh këtë sistem natyral që të bëhet më eficient. Për shembull, kur në dietën tonë të jetë shumë e pasur me fibra, shumë e rëndësishme. Dhe fibra do të thotë që të ushqehemi me sa më shumë perime, fruta perime, të cilat i përmbajnë këto fibra dhe i përmbajnë në mënyrë natyrore. Pra jo ti marrësh me suplemente, që ti merr vetëm një fibër të caktuar, por merr një ushqim në kushtet e veta natyrore. Dhe çfarë bëjnë këto fibra? Këto, kur ne i procesojmë në aparatin tonë tretës, krijojnë një lloj veshje të mikroplastikës, pra sikur e veshin, e inkapsulojnë, po themi kështu, dhe fibrat na ndihmojnë që të nxjerrim jashtë produktet e panevojshme përmes feçeve, në rastin e aparatit tretës, apo dhe përmes urinës me veshkat. Kështu që në një farë mënyre, pra po të ushqehemi me fibra, ne kemi rritur mundësinë e vetë pastrimit të organizmit. Do thoshe dikush, po mirë edhe këto fruta dhe këto perimet, s'po i kemi më të sigurta se kanë pesticide. Mund të pastrojmë mikroplastikën, por kemi futur pesticidet. Ka një mënyrë për t'i hequr pesticidet? E vërtetës dhe kjo. Tani, pesticidet, po, ka, për shembull kur ne i lajmë zarzavatet apo frutat, mirë është t'i zhysim në një enë me ujë të pastër dhe me pak sodë buke. Me sodë. Është soda ajo që ja heq pesticidin në bukës shkatron një pjesë ose e largon të paktën, ose vetë larja me ujë të bollshëm, dhe gjëja më e këshillueshme në këndvështrimin tim është marrja e fruta perimeve kur janë në stinën e tyre. Në sezon. Në sezon. Sepse kur janë në sezon, ato si thua prodhohen vetë, prodhimi është i bollshëm, edhe në një farë mënyrë nuk kanë nevojë të spërkasin shumë pesticide me gjëra, sepse prodhimi vjen. Sepse edhe këtu ka një moment të vogël që në fakt vlen për agronomët që duhet i ndërgjegjësojnë bujqit, të cilët e kanë të nevojshme t'i përdorin për shembull pesticidet për të mirëritur bimët e të kenë rendiment, por ama ka ca kritere për dozat, por edhe për momentin kur vilet produkti dhe kur nxirret në treg. Pra duhet kaloj një farë kohe që si thosh të eliminohen këto sasia e madhe e pesticideve. Kështu që gjitha këto janë gjëra të cilat ne i kemi tejkaluar pak. Pra bujku ynë për të marrë sa më shumë prodhim thot po i hedh, po i hodha edhe pak më shumë. Jo, sa më shumë aq më mirë. Por në fakt ka një shprehje shumë të vyer ose të famshme në historinë e fiziologjisë që thotë që doza është rreziku. Që do të thotë ti mund të marrësh një produkt, por kur e merr në sasi të vogël nuk të bën dëm, po e kalove pak atë masën të kthehet në të dëmshëm. Për çdo ushqim që konsumojmë, sasia është ajo që bën diferencën. Sasia bën diferencën. Dhe ne themi shëndoshemi, por kur ulim dozën, mund të ekuilibrohemi. Kur flasim për mikroplastikën, na shkon mendja sepse ka ndalë edhe për këtë studime të shumta dhe është bërë edhe mediatike. Ne mendojmë se ushqemi i shëndetshëm duke konsumuar peshkun, por edhe aty kemi pasiguri sepse ndoshta janë bërë apo jo edhe këtu në vendin tonë studime që tregojnë mikroplastikën e pranishme dhe jo vetëm në det, ku ne peshkojmë ose blejmë peshkun te peshkatari dhe konsumojmë. Sa e sigurt është? Atëherë në një nga studimet që ne kemi zhvilluar, në një projekt për 2 nga lagunat më të rëndësishme të vendit tonë, të Karavastas dhe Kunevainit, kemi gjetur kemi matur sasinë e mikroplastikës në ujë, në fundin e lagunave dhe tek organizmat që jetojnë në të, gaforët dhe peshqit. Është kjo gaforja madhe blu që dhe e përdorin në restorante, sepse i bën shishme patjetër. Dhe kemi gjetur në gjitha gaforët që ne mblodhëm.
të pranishme mikroplastikën. Dhe pastaj kur kemi analizuar përbërjen e mikroplastikës, pra për të kuptuar origjinën nga vinte, kryesisht ishte materiali që përbëhen shishet, pra qeset plastike që ne përdorim, dhe nejloni që vinte nga rrjetat e peshkatarëve. Këto gaforet për shembull kanë ca kështu duar masha i themi neve, shumë të fuqishme që kur duan t'i shpëtojnë rrjetës se kpusin, fijet vogla, ato pastaj zbërthehen si gjithë mikroplastika dhe kalojnë tek ato vetë. Mirë po gaforet ose kafshët më saktë kanë një ne i quajmë zinxhiri ushqimor. Pra gaforja ushqet me ca organizma më të vegjël se vetja. Peshqit me këto e kështu me rashuj. Peshqit dhe ne njeriu jemi në majën e këtij zinxhirit ushqimor. Kështu që nëse gaforja po themi ka 10 copa plastike, ke neve mund të bëhen 100, sepse kemi ngrënë gjithë zinxhirin përpara. Kështu që kjo është ideja. Thonë edhe peshku nuk na jep siguri për ta konsumuar, duke qenë se dhe rekomandohet si mish. Po tani edhe këtu prap gjithmonë vlen, po e përsëris gjithmonë zgjedhja e zgjuar, që do të thotë mos të tentojmë të shkojmë drejt peshqve të kultivuar, të cilët bëhen dhe të mbëdhenj, ose në përgjithësi dhe peshku të math në trup. Pra mund të rekomandohet konsumimi peshku të vogël, që ka sardelja ose açuge që i thonë. Këto janë më të mira, se janë dhe më të vegjël, se organizmi sa më i vogël të jetë, për shembull, do përmbajë më pak, të paktën. Dhe nuk ka përthithur aq. Kështu që edhe llojet e egra, pra këto që nuk kultivohen, që dhe këtu është një argument tjetër pastaj, sepse këto ushqehen dhe me suplement, me ushqim shtesë, që hajde të futemi po çfarë përmban edhe ai, po rrim te këto. Pra mund të bëjmë këto zgjedhjet e zgjuara ke dyqani peshkut, mos blejmë peshkun më të bukur, më të madh, po mund të blejmë këto peshqit e vegjël që nuk na pëlqejnë në sy, por që janë më të shëndetshëm.